Konflikti i saj me Drilon Ramën pushtoi portalet, po flasin për Xheneta Fetaun, e cila së fundmi e ka fituar çështjen ligjore ndaj Drilonit, ku institucioni i përkatës ka deklaruar se nga ana e Xhenetës nuk ka asgjë të palishme. Menjëherë pas këtij vendimi Xheneta erdhi me një reagim të ashpër ndaj Drilon Ramës. Pas reagimit, ajo ka komentuar raportin e Drilonit dhe Gjestit, duke thënë se së fundmi Driloni po e thërret vëllai Gjestin, duke nxjerrë në pa afrimitetin mes dy shokëve. Por ajo, si gjithmonë, ka një mendim kundër. Ajo vën në pikpyetje këtë raport, duke thënë se vëllaut nuk i merret ishte dashura, duke e thëmbuar shumë keq Drilonin. Dhe kjo për shkak se Driloni, pasi kishte përfunduar shtëpia më e famshme në Kosovë, i ka dërguar mesazhe mjaft intriguese Xhenetës, që me perceptimin e saj, ajo ka totalisht të drejtë. Shokut nuk i merret ishte dashura.